thatë me unë dua të dalë në protest, po më heqin nga puna. Është përgjithësi individuale. Atere, nëse ti me ndonë, këto janë fiks turpe të këtyre, nëse ti me ndonë që po i shërben një qeverie të korruptuar lër punën dhe kjo është protesta më e madhe që i bën ti, s'ka nevojë me shku në shesh. Këto prallat që dua... Më që dhe ushqej nesër? Po cile, po atere mos fol nga këto që dua të dalë dhe unë protest, po ti po i shërben një qeverie të kalbur, ti e pjesë e sistemit. Nëse ka një gjë që nuk bie dakord, janë me një pjesë të madhe të ish drejtorëve të Ramës që janë shesh dhe bëjnë sikur, po si, ti shërbeve këtij sistemi. Unë si kam shërbyer asnjë ditë këtij sistemi. Dhe në pjesën më të madhe shoh të gjithë këta që bashkë me Ramën kanë vjedhur, bashkë me Ramën kanë qenë të korruptuar dhe dalin shesh tani dhe thotë ta rrëzojnë, po këtë rrëzojnë ti i shërbeve. Dhe nëse ti mendon këto prallat që mua më heqin nga puna dhe po si, që po më thua mua ditë? Ti po më thua mua që kur të vish ti si qeveri e re, mos më hiq mua nga puna se unë doja me dalë në protest? Se këtë do me më thënë. Se tjetër gjë, një njeri e dua Shqipërinë. Po si e do ti Shqipërinë? Ti shërbesh një sistemi të kalbur? Dhe do doja të dilja në protest, po më heqin nga puna. Po ti je frikacak. Që duesh ti revolucionit? Frikacakët nuk i duen revolucionit. Se ca qëra duen thënë, frikacakët nuk i shërbeni revolucionit. Unë mos ta qojmë deri në pika më të larta, po ka një gjyq madhor, gjyqi më i madh në botë, që quhet gjyqi Nurembergut. Kush tha, kush mbajti përgjegjësi? Kush? Të gjithë thanë, i shërbyem sistemit.